e tyre e brendshme, që për mua mbetet qetësim se si ka rrjedh kjo çështje dhe fatkeqësisht nga ajo që kam për 10 komuna është shqetësuese që vjen nga regioni i Ferizoj 3 komuna që është Shtimja, Kaçaniku dhe Kaçaniku dhe Ferizoj, që është njëra prej shqetësimeve dhe njëra prej diskutimeve ka qenë për një kandidat në komunën e Ferizojt, të një subjekti, mos të përmeni këtë rast, për shkak që mund të ndikoj negativisht në reputacionin e tij, por mbi të gjitha është shqetësuese me të cilën është apo flitet apo është rikthyer rinumrimi për 10 komuna, kurse për të tjerat nga 10% e rinumrimit të tyre, por unë besoj në sistemin me të cilën KQZ-ja ka edhe shpresoj edhe besoj që mos të ndodh ajo që mund të jetë shumë e vërtetë nga informacionet apo nga dyshime vetë KQZ-ja që ka, edhe që ka nxjerrë një vendim të bëhet rinumrimi. Po të kthehet, të dalin këto dilema, këto informacione si të vërteta, atëherës integriteti i vetë procesit do të ulet, edhe një të ulja e besimit tek ky proces është jashtëzakonisht i dobët. Nëse në 33 vend votime janë identifikuar mospërputhje në numrin e votave të kandidatëve në një total mbi 2200 vota, dalluar me rezultatin real, që është rezultati përmbledhur në faqen e KQZ-s, nëse ka gjetje të tilla në vazhdimsi në këto vend votime që janë vendosur që të rinumrohen, a mund të vendoset për rinumrim të plotë edhe të këtyre kutive që nuk janë pjesë e këtij vendimi? Unë mendoj që nëse ndodhen informacione, të vërtetohen këto informacione, të njëjtën kohë arritet të vërtetohet, është shumë e rëndësishme që vendi të shkojë në rinumrim dhe është shumë e rëndësishme të ruhet integriteti i vetë procesit. Dhe pastaj të nxjerrin rezultatet. Post që të vërtetohet këto pretendime, këto dileme që janë nxjerrë besoj edhe nga vetë kandidatët, por edhe vetë nga fryma politike me të cilën ka ardhur, unë mendoj që kjo është iniciativë që ka ardhur nga Lëvizja Vendvendosje, sa kam informacione, Lëvizja Vendvendosje ka marrë mbledhje për këtë çështje. Për shkak që ka pas informacione që nuk janë gjendja me të cilën kanë disa kandidatë në numrin e votave të tillë dhe përqindjen e tillë dhe është diskutuar brenda strukturave vendosur. Kështu që mua si anëtar i shoqërisë civile edhe si vëzhgues i procesit të zgjedhjeve më vjen shumë mirë që ka